programi Prekja me Dr. Charles Stanley, duke ndarur ngjillin në mbar botën. Sot në programin Prekja ju ftojmë të ndiqni të qëndroshi fort dhe I palëkundur përmes lutjes. Mirë, jeta na sjell shumë probleme dhe ndonjëherë ne nuk dimë si të reagojmë. Ndonjëherë ne mendojmë, Zot, ku je ti në mes të gjithë kësaj? Përse ti nuk po bën diçka? Dhe ndonjëherë mendojmë, por Zot, nëse ti më do me të vërtet, nuk do të lejoje që kjo të ndodhte, ose nëse ti do të më doje me të vërtet në këtë pikë, do të më kishe treguar se çfarë të bëj. Kështu ndonjëherë ne jemi të pështjelluar, nuk dimë çfarë të bëjmë saktësisht. Por ka gjithmonë një gjë që është gjëja e duhur për të bërë, çdo ditë koha në vetmi të plot. Dhe kjo është ajo për të cilën dua të flas në këtë mesazh, sepse ja ku është një pasazh nga Shkrimi dhe në fakt I gjithë libri ka të bëj me gjën e duhur që duhet të bëjmë çdo ditë të jetës. Kështu dua që të lexoni tek libri I Nehemias. Dhe ju mendoni, po ky është profeti, si mund të jetë kjo gjë e duhur që duhet bëjmë çdo ditë? Mirë, do ta shohim këtë pas pak. Dhe më lejoni t'ju përshkruaj shkurt mjedisin. Dëgjoni. Nehemia ishte kupërmbajtësi I Artaxerxit, I cili ishte mbreti, dhe ai është kupëmbajtësi për të që do të thotë se ai ka një pozicion me shumë përgjegjësi, një pozicion që kërkon shumë prej tij. Në fakt, ai duhet të ishte edhe I pashëm, ai duhet të dinte saktësisht se ç'lloj vere dëshironte mbreti, por ai duhet të dinte gjithashtu gjithë etikën e punës që bënte. Dhe sigurisht ishte edhe personi që mund t'ju thoshte nëse mund të takonin mbretin apo jo. Kështu, nga njëra anë, ata mund të ishin miq, por nga ana tjetër, mbreti ishte mbret. Mirë, ai kishte qenë aty për një kohë të gjatë dhe vllai I tij edhe disa të tjerë shkuan tek ai nga Jeruzalemi dhe I thanë: "Nehemia, ne duam të tregojmë se çfarë po ndodh në Jeruzalem. Portat janë ndjekur dhe muret kanë rënë dhe ka shumë kaos." Dhe çdo gjë po shkatërrohet, të gjitha gjërat, gjithçka po shkon si mos më keq në Jeruzalem. Tani, 140 vite para kësaj, babilonasit shkuan dhe I shkatruan muret dhe I dogjen portat, vranë edhe shumë njerëz, morën shumë njerëz si robër. 140 vite kishin kaluar dhe ata ende nuk I kishin rindërtuar muret. Për këtë arsye ata ishin prej e të gjithë armiqve që vazhdimisht I sulmonin ata. Kjo pra ishte situata dhe ata po I tregonin atij këto gjëra dhe kjo ishte mënyra se si ai reagoi duke filluar nga vargu 4 I këtij kapitulli. Sa I dëgjova këto fjalë, u ula dhe qava. Pastaj mbajta zi disa ditë me radhë. Agjërova dhe u luta përpara Perëndisë të qiellit. Dhe thash, të lutem shumë o Zot Perëndia I qiellit, Perëndi I madh dhe I tmerrshëm, që I qëndron besnik beslidhjes dhe ke mëshirë për ata që të duan dhe respektojnë urdhërimet e tua. Qofshin veshët e tu të vëmendshëm dhe sytë e tu të hapur për të dëgjuar lutjen e shërbëtorit tënd që tani ta drejton ty ditën dhe natën për bijtë e Izraelit. Shërbëtor të tu, duke rrëfyer mëkatet e bijve të Izraelit, që ne kemi kryer kundër teje. Po, unë dhe shtëpia e atit tim kemi mëkatuar. Jemi sjell shumë keq me ty dhe nuk kemi respektuar urdhërimet, statutet dhe dekretet që ti ke urdhëruar Mojsiut shërbëtorit tënd. Mbaje mend fjalën që I urdhërove Mojsiut shërbëtorit tënd duke I thënë: "Nëse do të mëkatoni, unë do t'ju shpërndaj midis popujve. Por në rast se do të ktheheni tek unë dhe do të respektoni urdhërimet e mia dhe do t'i zbatoni në praktik, edhe sikur njerëzit tuaj të shpërndarë të jenë në kufijtë e qiellit, unë do t'i mbledh që andej dhe do t'i sjell përsëri në vendin që kam zgjedhur ku të banoj emri im." Tani këta janë shërbëtorët e tu dhe populli yt që ti ke çliruar me fuqinë tënde të madhe dhe me dorën tënde të fortë. O Zot, unë të lutem ty. Qofshin veshët e tu të vëmendshëm ndaj lutjes së shërbëtorit tënd dhe lutjes së shërbëtorëve të tu që ndjejnë kënaqësi kur kanë frikë për emrin tënd. Jepi madje sot të lutem një sukses të mirë shërbëtorit tënd duke bërë që ai të gjejë zemërbutësi në sytë e këtij njeriu. Unë atëherë isha kupëmbajtësi I mbretit. Ju thoni ç'lidhje ka kjo me faktin se duhet të dim çfarë të bëjmë në çdo kohë, por ka vërtet shumë lidhje me këtë. Sepse ja çfarë do të gjeni në këtë libër. Në gjithë librin e Nehemias, shohim se sa herë që ai ndeshet me një situatë apo me një rrethan që është problem apo kërcënim, pa dyshim atij I duhet të kërkonte udhëzim dhe drejtim. Pa dyshim ai ishte një burr që jetonte I gjunjëzuar. Do të thotë se ai kishte mësuar fuqinë e madhe të lutjes.
Ai kishte mësuar gjërat më të mrekullueshme që Perëndia dëshironte të bënte në të, përmes tij, për të dhe tek ai si rezultat i kësaj. Dhe kështu kur ne mendojmë për këtë, unë mendoj për parimin që është shumë i dukshëm këtu. Dhe ky është ne qëndrojmë më të fortë dhe të palëkundur kur jemi të gjynjëzuar. Dhe unë thjesht dëshiroj të them me këtë se ne kemi një ndikim të madh. Dhe ne përjetojmë fuqinë dhe energjinë dhe forcën më të madhe për të përballur me sukses në çfarëdo që na vjen përpara në jetë. Sepse lutja është mjeti i zgjedhur që Perëndia na ka dhënë ne për të arritur atë, për të folur me të, për të lutur para tij dhe për të marrë prej tij. Dhe unë mendoj se është një nga bekimet më të mëdha që Perëndia na ka dhënë, që e marrim për të mirë qenë. Ose mund të them se nuk i drejtohemi në mënyrën e duhur, por në një farë mënyrë kur ju shihni se çfarë ndodhi në jetën e Nehemias, ai dinte si të fliste me Perëndin. Ai dinte si t'i qasej Perëndis. Ai dinte se çfarë kërkohej prej kësaj. Dhe ne shohim në këtë libër se ndodhen gjërat më të mahnitshme e të mrekullueshme. Shkrimi thotë se ai shkoi para mbretit një ditë dhe ishte i trishtuar. Dhe mbreti i tha atij, pse je kaq i trishtuar, ti nuk je i smur. Dhe gjithashtu, Bibla thotë se në atë moment kur mbreti e pyeti për këtë, ai i ofroi një lutje Perëndis. Ai u lut para se t'i përgjigjej mbretit. Kështu, kur ai dëgjoi për situatën që ishte e rëndë, ai u lut. Kur ai ishte duke qëndruar para mbretit në këtë mundësi dhe përgjegjësi të madhe për t'ju përgjigjur pyetjes pse je kaq i trishtuar kur nuk je i smur, ai tha se u lut. Dhe i tregoi mbretit se si ishte situata. Dhe jo vetëm që ai i tregoi mbretit, por mbreti i tha, çfarë mund të ndihmoj që të bësh? Kështu ai i tha atij, mua më duhet kaq lëndruri, kaq materiale dhe kaq mjete të tjera pune dhe pastaj sigurisht ne duhet të kemi mbrojtje për të shkuar deri në Jeruzalem pa na sulmuar askush. Dhe kështu mbreti i plotsoi atij çdo gjë që i duhej. Tani, kjo që ndodhi ishte diçka e mrekullueshme sepse ai ishte thjesht kupëmbajtësi. Dhe kur ai u lut për t'ju përgjigjur komenteve të vllait të tij për atë që po ndodhte, u lut edhe para mbretit, ja se çfarë do të gjeni më pas në libër. Kur ai u largua dhe shkoi në Jeruzalem, ai u lut, ndërsa kërkonte zemrën dhe mendjen e Perëndis për mënyrën se si ta bënte këtë punë të madhe. Dhe pastaj ai filloi të fliste me disa nga njerëzit dhe mendoni për këtë. Ai thjesht hyri në një situatë dhe ai nuk njihte asnjë, nuk mendoi se njihte dikë deri në këtë pikë. Dhe Nehemia hyri në një situatë ku duhet të merrte në dorë drejtimin e gjërave. Tani kjo ide nuk do të pritej shumë mirë. Do të thuash se ti po vjen këtu që të na tregosh se si të veprojmë ne? Kështu ai duhet të kërkonte Perëndis drejtim dhe udhëzime. Dhe pastaj ai filloi të fliste me disa prej njerëzve dhe e vëzhgoi vendin në mënyrë shumë të fshehtë. Më pas kur ai filloi të fliste atyre, ata filluan të binin dakord me të, pastaj i tha të ngrihemi e ta ndërtojmë këtë. Fryma e Perëndis ishte mbi të. Kështu kudo që ju e shihni Nehemian, ai është i gjynjëzuar para Perëndis dhe çfarë po ndodhte? Ajo që po ndodhte ishte kjo. Se ai po bëhej më i madh e më i madh në ndikimin e tij tek njerëzit dhe më i fortë, ndërsa përballej me një pengesë pas tjetrës. I njëjti Perëndi që ishte Perëndia i Nehemias është i njëjti Perëndi që ne kemi. Kështu kur kthejnë kokën pas tani, ja se çfarë ndodhi. Si rezultat i ardhi se këtij burri nga një vend i largët dhe si rezultat i vendimit se çfarë duhet të bënin dhe se si ta bënin, në vetëm 52 ditë, që janë më pak se 2 muaj, në 52 ditë Bibla thotë se ata e përfunduan murin, por si e bën ata këtë? Para së gjithash, dëgjoni, ai nuk u rrit në një shkollë që mësonte inxhinierin dhe ndërtimin e gjëra të tilla. E dini çfarë? Ai ishte një kupëmbajtës para mbretit. Tani, ai po u shpjegonte atyre se si ta rindërtonin murin dhe se si të rindërtonin portat. Dhe jo vetëm kaq, por në të njëjtën kohë ai duhet të sillej si general, sepse ai duhet të kishte një ushtri të vogël, ai duhet të kishte një mbrojtje, sepse armiqtë vazhdonin ta ndiqnin. Ata përpiqeshin ta bënin atë të zbriste poshtë dhe të bënte një bisedë me ta në lidhje me këtë. Ka gjasa që ai të thënë, nuk kam asgjë për të folur me ju, ju kujtoj se çfarë tha ai tha jam i zënë e nuk mund të vi të flas me ju. Dhe kështu, ai po i trajnon këta njerëz se si të vazhdojnë me ndërtimin, ai po trajnon ushtrinë se si të ketë një instrument në këtë dorë për të ndërtuar dhe një instrument në këtë dorë për të luftuar.
Dhe vërtet, ajo që ndodhi në ato 52 ditë dhe në ditët më pas, ata kaluan nga kaosi dhe që organizimi total në organizim, gati për të luftuar, gati për të mbrojtur, gati për të rindërtuar muret dhe portat, dhe jo vetëm kaq, por forcuan situatën e tyre financiare, marrëdhënien e tyre me njëri tjetrin, filluan që të jepnin të dhjetën dhe të adhuronin. Kishte një rizgjim për 52 ditë dhe ditë e tjera e muaj pas kësaj. Tani, si ndodhi e gjitha kjo? Nga një burr që vendosi të jetonte i gjynjëzuar dhe u bë kaq i madh frymërisht dhe kaq i fortë dhe jo vetëm në aftësinë dhe zotësinë e tij për të bashkuar njerëzit, për t'i sfiduar ata, për të korrigjuar ato gjëra që nuk ishin siç duhej dhe që kishin nevojë për korrigjim, ata nuk kishin të drejtë. Ai e dinte këtë. Ai i sfidoi ata në çdo pikë. Në çdo pikë ata mund të thoshin jo, ata mund të thoshin çfarë do thuash ti kështu. Ne të ndërtojmë gjithë këtë, jemi përpjekur prej vitesh, por nuk ka ndodhur. Kishte diçka tek Nehemia. Dëgjoni me kujdes. Mund të ketë edhe diçka tek ju, nëse ju keni marrëdhënien e duhur me Perëndin. Perëndia mund t'ju përdorë ju në një mënyrë të mahnitshme nëse ju do ta lejoni atë ta bëjë këtë, nëse ju do të besoni se ai mund ta bëjë dhe do ta vini veten tuaj në dispozicion e ta lejoni atë. Ne e nënvlerësojmë tani, dëgjoni, ne nuk nënvlerësojmë veten tonë, ne nënvlerësojmë fuqinë e Perëndis në ne dhe përmes nesh. Dhe Nehemia është një shembull i përsosur i asaj që ndodhi. Tani, kur unë mendoj se si ai e filloi. Ai e filloi si një kupëmbajtës i ulur në gjujmë para Perëndis. Dhe Perëndia filloi të punonte në jetën e tij. Kështu ajo që unë dua të bëni ju sot është thjesht kjo. Unë dua që t'ju jap juve një listë me gjëra që janë të vërteta. Kur ju dhe unë fillojmë të lutemi seriozisht para Perëndis dhe se si Perëndia mund të punojë në jetën tuaj, unë dua që ju të harroni të shkuarën. Ju thoni, e po e di në këtë pikë të jetës sime, unë kam bërë këtë, e kam bërë atë, harroni fare të kaluarën. Ajo që ka rëndësi është se çfarë dëshironi të bëni dhe çfarë mund të bëni që tani e në vazhdim. Kështu mendoni për atë që tha ai, që do të thotë se ne qëndrojmë më të palëkundur dhe ne jemi më të fortë në punën tonë dhe në efektin dhe në ndikimin që kemi mbi ata që na rrethojnë, duke u përballur me çdo gjë dhe gjithçka me forcë dhe me siguri, kur ne jetojmë të ulur në gjujmë para Perëndis. Tani thonë, ti po më thua se duhet gjynjëzohem sa herë që unë lutem? Jo, por unë dua që ju të dëgjoni me kujdes. Ka diçka kur ne gjynjëzohemi që bën një ndryshim shumë të madh. Unë e di se ndonjëherë njerëzit mund të gjynjëzohen, por e vërteta është se nuk ka të bëjë shumë me gjynjëzim, ka të bëjë me lutjen kur ju po flisni me Perëndin. Kështu unë dua që ju të mendoni për këtë për një moment, sepse njerëzit flasin me Perëndin kështu. E po e di, unë luta mbrëm, luta, por sa shumë lutje serioze bëjmë ne? A kemi pritshmërinë që Perëndia të bëjë gjëra, apo thjesht shpresojmë që ai t'i bëjë? Ka shumë ndryshim midis pritshmërisë, besimit dhe shpresës. Perëndia flet për besimin në të, shpresën në të dhe për pritshmërinë që ai të bëjë atë gjë. Kështu mendoni për këtë për një moment. Kur ju gjynjëzoheni ose kur ju luteni, ju duhet kuptoni, kjo është ajo që ne duhet të bëjmë. Ne duhet të kuptojmë se Perëndia është sovrani i këtij universi, që do të thotë se ai është absolutisht në kontroll të gjitha gjërave, siç thotë në kapitullin 103 të Psalmeve. Zoti e ka vendosur fronin e tij në qejf dhe mbretërimi i tij sundon mbi gjithçka. Mbi të gjitha gjërat, gjithë kohën, gjithë vendet, mbi çdo gjë. Tani dëgjoni, nëse Perëndia nuk është sovrani i universit, pse ti lutemi atij? Ka shumë gjëra që ju dhe unë e dim se duken të pamundura. Pse ti lutemi një Perëndie, nëse nuk besojmë se ai është sovran në kontroll absolut dhe sundon mbi të gjitha gjërat? Atëherë pse të flasim me të? Kështu ne duhet të kujtojmë se me kë po flasim. Ai nuk është njeriu atje lart siç e quajnë ata njerëzit shpesh herë, dhe ai është ati im, ai do të bëj këtë apo tjetër. Ai është Perëndia, sovrani i universit, ndërsa ai është Perëndi. Dhe ndërsa ai është sovran, po ai është edhe miku im, por dëgjoni. Ai mund të jetë miku juaj dhe miku im, por ai kurrë nuk rresh se qeni krijuesi, dhe ai kurrë nuk rresh se qeni sunduesi, dhe ai kurrë nuk rresh se qeni Zoti dhe mjeshtri. Dhe ndonjëherë shkojmë tek Perëndia në lutje sikur ai të jetë shoku ynë i ngushtë. Ai s'është shoku ynë, ai nuk është shoku juaj, ai është Perëndia sovran i këtij universi, ai është krijuesi. Dhe po ta vini re gjithashtu mënyrën se si ju drejtua atij Nehemia,
Dhe është interesante që mënyrën se si ai ju drejtua është duke përdorur të njëjtat fjalë për shembull që ka ligji për të rirë ku Mojsiu po lutej dhe të njëjtat fjalë që Danieli përdori në kapitullin 9 të Danielit. Dhe vini re se çfarë thot ai. Ai thot: "Të lutem shumë o Zot, Perëndia i qiellit, Perëndia i madh dhe i tmerrshëm." Perëndia i madh dhe i tmerrshëm. Çfarë po thot ai me zë kur ai flet në lidhje me Perëndinë e madh e të manitshëm? Ai po flet për shenjtërinë e tij, që Perëndia është i shenjtë. Dhe pyes veten se sa shpesh mendojmë ne kur lutemi: "Unë jam një qenie njerëzore, mëkatare, unë po flas me një Perëndi të shenjtë." Nuk është as pak shaka të flasësh me Perëndinë e plotfuqishëm. Nuk është një çështje për të qeshur, ai nuk është njeriu atje lart. Ai është Perëndia sovran i universit. Dhe kështu ai vjen para një Perëndie të shenjtë dhe çfarë ndodh? Gjëja tjetër që ndodh këtu nëse do ta vini re është se ai fillon të rrëfej mëkatin. Jo vetëm mëkatet e kombit të Izraelit, dhe lutja e Danielit është pothuajse kështu si kjo. Ajo flet për mëkatet e kombit të Izraelit, por nëse do të vini re, Nehemia ai thot: Ati im, ne kemi mëkatuar kundër teje, ne jemi të korruptuar për shkak të mëkatit ton. Dhe ajo që unë dua të shihni këtu është thjesht që pasi ai pranon sovranitetin e Perëndisë dhe pasi ai e pranon shenjtërinë e Perëndisë, ai merret me gjithë këtë çështjen e mëkatit. Tani dëgjoni me vëmendje, po më dëgjoni thoni amen. Pastërtia e zemrës dhe fuqia e Perëndisë janë të lidhura. Ato janë të lidhura. Nëse ju doni fuqinë e Perëndisë në jetën tuaj, jeta juaj duhet të jetë e pastër. Kjo nuk do të thotë se kur s'do të bëni gabime e s'do të mëkatoni. Kjo do të thotë se ju jeni të ndjeshëm ndaj mëkatit, ju jeni të ndjeshëm ndaj asaj që po e pengon fuqinë e Perëndisë në jetën tuaj dhe merreni me këtë menjëherë. Nëse Perëndia më donon mua për diçka dhe unë merrem me të menjëherë, nuk po e ushqej, nuk jam duke u kapur pas saj. Jam gati të merrem me të. Dhe kështu ju e korrigjoni menjëherë atë gjë. Pastaj ajo që ndodh është thjesht kjo. Kur ju dhe unë flasim me Perëndinë, ne jemi serioz për këtë, ne do të kuptojmë pamjaftueshmërinë tonë. Çfarë mendoni ju se mendoi Nehemia kur Perëndia i tha: "Nehemia, unë po të dërgoj ty." Po, prit një minutë. Unë po të dërgoj ty. Gjëja e parë që ai duhet këtë menduar ishte: po së pari, kush jam unë? Sa herë të gjithë ne kemi pyetur, kush jam unë? Kështu pyeti Mojsiu. Kështu kanë pyetur të gjithë shërbëtorët e Perëndisë, kush jam unë? Dhe Perëndia duhet të merret me të. Ju thoni, po a është mëkat të ndihesh i pamjaftueshëm? Jo. S'është mëkat të ndihesh i pamjaftueshëm. Të ndihesh i pamjaftueshëm është pjesë e të bërit çfarë? Është pjesë e të kuptuarit e fuqisë së tij të manitshme, shenjtërisë së tij, mëkatit ton, dhe duke qenë se jemi qenë njerëzore, se sa të pamjaftueshëm jemi ne për të bërë disa gjëra që Perëndia mund të kërkojë nga ne. Dhe kështu Perëndia ju njeh ju përsosmërisht. Ju s'mund të justifikoheni te Perëndia se përse ju nuk mund të bëni diçka. Dëgjojeni këtë gjë. Nëse Perëndia ju thërret të bëni diçka dhe ju thoni nuk mund ta bëj, ajo që ju po thoni është se Perëndia ka bërë një gabim. Dhe ju po nënkuptoni se Perëndia nuk e di situatën, dhe ju po nënkuptoni se Perëndia nuk ju njeh siç e njihni ju veten tuaj. Dëgjoni, a jeni dakord që kjo është plotësisht absurde? Kur nuk do t'ju kërkonte diçka që ai nuk ju ka aftësuar të bëni. Kjo është arsye pse ai dërgoi frymën e shenjtë. Ai u tha dishepujve, ai tha: "Qëndroni në qytetin e Jeruzalemit dhe prisni atje, derisa të visheni me pushtet nga lart." Do thotë se çdo besimtar që nga rrëshaja deri më sot, çdo person që ka vënë besimin e tij tek Jezusi si shpëtimtari i tij, është pushtuar nga, është banuar nga, është i fuqizuar nga, është i pajisur nga fryma e shenjtë e Perëndisë. Kështu nuk ekziston diçka e tillë si një besimtar që nuk mund të bëjë atë që Perëndia ka thirrur të bëjë nëse ai është i gatshëm të jetë i bindur ndaj tij. Kjo ndjesi e pamjaftueshmërisë ishte pjesë e ndjenjës së tij dhe asaj që atij do t'i duhej të kalonte. Por dëgjoni, dhe pse? Dhe mua më pëlqej shumë kjo gjë. Pse Zoti lejon që të jemi të pamjaftueshëm që të na tërheqë tek vetja e tij? Sa më të pamjaftueshëm të ndihemi, aq më shumë lutemi. Dhe ka bekim në të qenit të pamjaftueshëm. Pastaj ne mund të shkojmë tek ai dhe të themi: "Perëndi ti e di që unë nuk mund ta bëj këtë pa ty. Unë duhet të kem. Unë duhet të kem leje hyrje në fuqinë tënde të manitshme në jetën time nëse më duhet ta bëj këtë." Pse qëndroi ai pa lëkundur? Pse ishte ai kaq i fortë? Pse ata e ndoqën? Pse ndodhen gjërat e mrekullueshme? Sepse ai ishte një njeri që ishte thjesht një kupëmbajtës, një skllav, le ta themi kështu, por në një pozicion të mirë. Pra ai u dërgua të bënte diçka që ju do të mendoni se s'mund ta bënte. Por tani dëgjoni këtë gjë. Dikush thotë, po, unë ndihem i pamjaftueshëm.
Vërtet besoj se kjo është ajo që do Perëndia. Tani ja dhe një pyetje. A mendoni ju se Perëndia do t'ju thirrasë të bëni diçka dhe pastaj thjesht do t'ju ndaj prej saj? Nëse doni, përgjigje për lutjet tuaja ja se çfarë ndodh. Ju vetëm që duhet të pranoni pamjaftueshmërinë tuaj pasi zemra juaj të jetë pastruar, por edhe duhet jeni të gatshëm të jeni në dispozicion që Perëndia t'ju përdor ta bëni atë. Ju thoni, jo. Pse jo? Ju s'mund të thoni se Zoti s'do t'ju ndihmoj ta bëni. Nuk jam i sigurt sa lutjeve ju përgjigjet Perëndia. Nëse nuk jam i gatshëm të jem një pjesë e disponueshme për të marrë përgjigjen e lutjes sime. Kur ju gjunjëzoheni në lutje, kujtoni edhe këtë. Kur ne gjunjëzohemi në lutje, ju dhe unë kemi privilegjin e përjetimit, më dëgjoni mirë, e përjetimit të fuqisë hyjnore. Fuqinë e frymës së shenjtë. Fuqi që na aftëson ne. Ai nuk e jep fuqinë siç hedhim monedhat ju dhe unë. Çfarëdo që ju nevojitet, Perëndia do ta derdhë në jetën tuaj që t'ju aftësoj ta bëni atë gjë. Nuk ekziston diçka e tillë si askushi. Nuk ekziston diçka e tillë si një njeri i padobishëm. Dhe unë do të thosha se kushdo që ju jeni, Perëndia ka një vend për ju. Nëse ju do t'i thrisni Perëndis, Perëndia juaj ju dëgjon dhe i përgjigjet lutjes suaj, sepse ai nuk do që ju të humbisni kohën dhe ndikimin dhe impaktin që ju mund të keni. Kështu unë lexoj që të shoh se çfarë ndodhi në jetën e Nehemias. Ai ndjeu gjithë këto gjëra, por gjithashtu ai përjetoi fuqinë e Perëndis. Dëgjoni, ai dëshiron që ju ta shihni veten tuaj nën atë dritë që Perëndia ju sheh juve, potencialin që ju keni, atë që ju mund të bëni, jo me forcat tuaja, por siç e tham vazhdimisht në këtë mesazh, në fuqinë e frymës së Perëndis. Ne qëndrojmë të fortë dhe ndikimi ynë është më i madh dhe ne përjetojmë më shumë fuqi në jetën tonë dhe energji dhe forcë për të përballur me çdo situatë të ulur në gjunjë. Ky është çelësi, ky është burimi, ky është drejtimi, ky është plani i Perëndis dhe kurrë s'do të ketë plan më të mirë se ky. Tani pyetja që mund të bëni është po çfarë duhet të bëj unë me këtë gjë? Ju duhet të filloni duke ulur në gjunjë dhe duke kërkuar Perëndis t'ju falë në fillim që keni harruar se ai është Zot dhe mjeshtër dhe është sovran. Dhe kur unë mendoj për gjithë gjërat që Nehemia realizoi, a ishin për shkak të arsimit të tij? Jo. Si i realizoi? I realizoi për arsye se ai kishte zhvilluar një marrëdhënie të ngushtë me Atin dhe se ai besonte vetëm atij. Por ai duhet ta mbante zemrën të pastër, të kuptonte pamjaftueshmërinë e tij, ta bënte veten të disponueshëm dhe pastaj të dinte se mund të merrte vizionin e Perëndis dhe drejtimin e Perëndis. Dhe Perëndia do të aftësonte atë me anë të frymës së tij që të bënte gjithçka që ai kishte thirrur. Nëse Perëndia do t'ju thoshte juve sot, unë do të aftësoj të bësh çfarëdo që ti dëshiron në jetë, çfarë do të ishte ajo gjë? Nëse ai thjesht do t'ju jepte një zgjedhje, cila do të ishte ajo? Më lejon t'ju a them në këtë mënyrë, pasi keni dëgjuar këtë mesazh dhe dëgjuar të vërtetën, unë thjesht ju kam thënë atë që Perëndia thotë, do t'ju duhet të përballeni me të. Disa nga ju kanë shumë dhunti dhe talente dhe aftësi, por kur nuk kanë menduar të shërbejnë Perëndis. Ata thjesht kanë thënë po, unë do të bëj çfarëdo që mund të bëj në jetë. Ju duhet i kërkoni atij t'ju tregoj. Ai ka bërë një investim në ju. E dini cili është investimi më i madh që e ka bërë në ju? Shikoni kryqin. Ai është investimi i tij më i madh. Ai dërgoi birin e tij Jezusin të vdiste në kryq për mëkatet tuaja dhe të mia, për të bërë të mundur që neve të na falen mëkatet dhe për të pasur një marrëdhënie të ngushtë personale me këtë Perëndi të manitshëm. Dhe jo vetëm kaq, por edhe që në ne të banoj fryma e tij, pastaj të përdoremi nga Perëndia. Keni të drejtë ta pengoni veten tuaj për tek ai? Jo. Dhe pyetja ime është, çfarë do të bëni ju për këtë? Do të mendohem për këtë. Jo. Duhet të bëni më shumë se sa të mendoni për të, sepse e dini çfarë ndodh? Ju dhe unë jemi përgjegjës për atë që ne dëgjojmë. Ne jemi përgjegjës për atë që dëgjojmë dhe se si reagojmë ndaj saj. Kushdo që ju jeni, s'mund t'i thoni kur Perëndis, por Perëndia nuk e dia. Ju e dini se po fillon pikërisht tani. Ju e dini se Krishti vdiq për ju.
Ju e dini se mund të shpëtoheni nga të gjitha mëkatet tuaja. Ju e dini se kur shpëtoheni, ai do të jetojë brenda jush dhe do t'ju aftësojë të përballeni me çdo situatë në jetë. Ai do t'ju përdorë që t'i sillni atij lavdi dhe nder. Ju s'mund të thoni kur s'kam dëgjuar dhe unë nuk e dija këtë. Dhe unë thjesht po ju them juve se ne jemi përgjegjës për të vërtetën që dëgjojmë, dhe sot ja se çfarë keni dëgjuar, të vërtetën e thjeshtë. Perëndia është sovran, ai është krijuesi i të gjitha gjërave, ju jeni këtu në ekzistencë për hirit të tij dhe mirësisë së tij ndaj jush. Dhe jo vetëm kaq, por edhe se ai është Perëndia i manitshëm që ju do ju pa asnjë kusht. Dhe ai do dhe dëshiron që t'ju përdor ju, kush e di se çfarë jeni në gjendje të bëni dhe çfarë jeni të pajisur të bëni. Ai di gjithçka që ekziston rreth jush. Dhe ai ju do ju dhe është i gatshëm t'ju marrë pikërisht aty ku ju jeni, t'ju fal ju, t'ju pastroj juve, të fusë brenda jush frymën e shenjtë dhe pastaj t'ju përdor në mënyrën më të manitshme. Nëse ju do ta lejoni ta bëj.